Java e kaluar ishte e kopshme për shkak të aksidenteve të një pasnjëshme që ndodhen në autostradën Ibrahim Rugova, më saktësisht kilometri 27 drejtimi Suarek Duhel. Për fat të keq vdesën 2 persona. Pas këtij aksidenti fatal, të nesërmen në të njëjtën vend ndodhi një aksident tjetër ku lënduan rënë 2 persona të tjerë. Shtrohet pyetja, a jemi të gjithë ne viktima potenciale të këtij segmenti rrugor? A ka sinjalistika të mjaftueshme? Unë nga këtu ju ftoj që t'i ndiqni pamjet, më pas edhe intervistën me ekspertin e komunikacionit rrugor, zotin Bekim Ahmeti. Kryesisht i rënditëm 3 faktorë në komunikacion. Rendin e parë janë inxhinierët, pastaj vijnë policia edhe qytetarët. Në qoftë se inxhinierët dhe policia se bojnë punën që duhet, atëherë qytetarët janë prej e kësaj e komunikacionit të keq apo thonë ndryshe e aksidenteve në komunikacion ku për det kemi dhe jam një prej protagonistëve ku bojmë edhe ekspertiza thuaj se çdo javë në lidhje me komunikacionin. Pse ndodh kjo? Kjo ndodh për arsye se gjobat nuk shqiptohen ashtu siç duhet dhe nuk jemi të prerë në këtë aspekt. Për shembull, çish ish dasht që gjoba mos t'jetë e përgjithshmume që kemi na, po t'jetë e plotë dhe t'jetë fikse dhe t'jetë ai që meriton. Po çka do të kishte më ndodh si ish përmirësu komunikacionin, nëse ma kishe pyetje. Komunikacioni përmirësohet kështu, tu pajis me inteligjencë artificiale, radar mobil statik dhe kamera, ku kemi kërku tash 10 vite. Imagjinoj një vend në Evropë, cilin do merre pavarësisht që është në Bashkimin Evropian BE, nëse nuk ka inteligjencë artificiale, radar mobil statik e kamera. Qytetari i shkel rregullat gjithandej, pastaj vjen kultura, edukata, arsimimi. Po pse ndodh? Ndodh për arsye që e din që policia jonë s'është serioze. Absolut. Është një prej policive më demele mundshme në rajon. Nuk janë të korruptuar, po janë demela. Pritojnë me punu. Që shpritojnë çdo dikaster i shtetit që se bën punën siç duhet. Atëherë neve na u kish dasht inteligjencë artificiale që shpe vitit 2000, deri tash ish harru gjithçka kishte rënë për vetë. Besoj që e keni pa ç'ish është ajo rruga në autostradë, pikërisht ku po ndodhin aksidentet. Çish e bashkon sinjalistikën, çish e sheti si ekspert. Po që besa sinjalistika është nivel jashtëzakonisht kënaqshëm, nuk ka problemi te sinjalistika, po është problemi te na si popullat që su ne bindëm vetëm i respektu rregullat e komunikacionit. Pjesa dërmuese e aksidenteve ndodhen se rezultati mos përshtatet shpejtësisë së lëvizjes. Jo i mos respektimit shërt të komunikacionit, si s'pedin qytetar ka në shku. Jo, se trupi rrugës e autostrada, na nuk kemi shumë lidhje të autostradave, kemi 2, edhe ato 2 as janë të lidhur me vetë hiç. Gjë që kum thirrë mu lidh pe Ferizajt po nëse tem tjetër. Po do të thonë, janë 2 autostrada. Ti e merr autostradën për prezidenti e din që dën kufi s'ki ka shkëndër ka. Do të thotë, nuk është problemi që na s'po dim mu kyçë, mu shkyç në autostradë. Po është problemi që kemi në gjak një farë rebelizmin në komunikacion që nuk e hek kurkush. Ju e keni vrejt edhe mrena për mrena të qytetit, transporti urban, autobusat e verdh, nuk kanë tahograf dhe ata ngasin automjetin në mënyrë marrë rebele të mundshme deri në 60 km/h. Do të thotë, kjo është problematika. Problematika qëndron që nuk kemi edukat në komunikacion. Nëse një popull nuk ka edukat në komunikacion, gjendja e popullit në përgjithësi thjesht është e mjerueshme. Çdo kund këtë botë punohet në autostrada. Mirë po, pajiset me shenja të komunikacionit dhe sinjale ndryshuse është në rregull ajo. Çdo kund në botë, në cilën dush vend botës. Vetë sa isha në Evropë poshtë, çdo kund bëhet kjo. Mirë po qytetarët i respektojnë ato. Këto nuk i respektojnë qytetarët, sidomos pas mesnatës. Imagjinoni në Kosovë, kur nuk bëhet alkool testi. Këta ekspertiza që ai ka marrë, krejt përvojën që e kam, rrallë ekstrem, rrallë ndodh që dikush ka bë mac të alkoolit, apo thonë drogës. Mo drogës asnjëherë në historitë shqiptarëve në Kosovë nuk matet kurrë. Vende tjera po e bojnë këto. Do të thotë nuk e dim na as sa narkoman i kem
zyrtarisht edhe lëvizin në ndikimin e substancave narkotike kur i konsumojnë ato pastaj dalin komunikacion. Pastaj kjo është gjendje tjetër psikomentale e njerit, nuk përkon kur gjë tani me normalitetin. Gjendja psiqike e tina është krejt tjetër në raport me ato që duhet me kon kur nuk posedon ose nuk konsumon substancë narkotike. Si përfundim ju konsideroni që na me sinjalistikë dhe me rrugë jena në rregull, po vetë se faji kushtimisht me thonë është e qytetarët, në mos respektimin e shpejtësisave. Dëgjo, gjithmonë e prerë nuk është. Jeta është ne jetojmë në një jetë racionale, nuk ka kur gjë absolute. Është gjithçka relative, në fakt, relative, jo racionale, por relative. Tashti, nuk po them unë që s'mungon taktuk diçka, po gjendja është e kënaqshme. Edhe kur për shembull 70-90% që është mirë, atëherë është në rregull. Kur kush nuk është anku për këto. Na e di mirë filli që si tym në autostradë kufizimi i shpejtësisë në Kosovë është maksimumi 130 km/h. Rrugë nacionale është 80, regionale është 60, edhe në qytet 40, në zonë banimit 50, na i dim këto kur të marrën patent shoferin. Po na nuk tentojmë me marrë patent shoferin me merit. Tani pastaj neve na mungon edhe kjo dia bazike. Se edhe kur mungon sheja din çfarë kategori të rrugës që të lëviz. Nuk është problemi këtu. Po problemi që son po na qetson kërkush.